E para, siç e thash, mos e parë është siguria. Domethënë, Që mos i bëjmë dëm. mos t'i bëjnë dëm as pacientit pas As vetes. vetes. E dyta, afroheni edhe e pyetni pacientin, hey, apo më dëgjon. E godet për shembull këtu në krah, e thu, hey, a je okay? Nëse nuk ka përgjigje për pacientit, atëherë e vendos veshin te goja e pacientit edhe me njënën edhe me sy e vrojton gjoksin. Apo ndëgjon frymarrjen, edhe apo shef gjoksi që po ngritet e ka frymarrje. Nëse nuk ka frymarrje, atëherë e thirrni më një herë emergjencën. I thuj dikujt që është afër jush, lutem thirr emergjencën sa më shpejt. Pasi që ke thirr emergjencën, atëherë kontrollon për pulsin, 5 deri në 10 minuta. Pulsi zakonisht kontrollohet këtë pjesën e arterës karotide. Nëse për 5 deri në 10 sekonda nuk ka puls, atëherë filloni me kompresionet e gjoksit. Kompresionet e gjoksit, Apo që them ne pompime. pompime, po, me dorë. chest compression. Më thëmë kompresionet e gjoksit, edhe vazhdojnë me kompresionet derisa të vijë ekipi i emergjencës. Më parë ka qenë disa masa tjera, shembull frymarrja gojë me gojë, gjitha këto sen, tani më nuk rekomandohen. Nëse pacienti është i mbytur në noj, në detën. Jo, ndodh nëse ka psu arrest kardiak, për shembull, nëse para jush i ka humbë ndjenjat edhe nuk ka puls, nuk ka frymarrje. Ka ndodhur që domethënë e kanë frymu përmes gojës. Përpara ka qenë Përpara, praktik, tashmë nuk është praktik, tashmë nuk është domosdoshme. Mjafton nëse i bëni kompresionet e gjoksit ose pompat, nëse i bëni në mënyrën e duhur normalisht, se gjatë e përmenda kursin, gjatë këtij kursi mësoni që edhe kompresionet e gjoksit më bën në mënyrën e duhur. Ose është shpejtësia dhe thellësia e duhur. Pastaj ju mund të vazhdoni me kompresionin e gjoksit derisa të mri ekipi i emergjencës. Shpeshherë kjo mund të më qenë edhe shpëtuese.